Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdërimet tona ja dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe askush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Do të flasim sot rreth temës besimit te Allahu zgjeron horizontin e njeriut. Për të folur rreth kësaj teme, jemi mbështetur në komentimin e ajeteve 122-123 të surës Enam. Allahu i madhëruar në këto ajete thot: Bismillahirrahmanirrahim. A barazoti i vdekuri që ne e ngjallëm dhe i dham dritë, me të cilën ecën midis njerëzve, me atë që është në errësirë nuk mund të dalë prej saj, kësaj jo besimtarëve u dukën të bukura veprat që bëjnë. Kështu, ne kemi bërë në çdo qytet që keqbërësit më të mëdhenj të ngrenë kurthe, mirë po, kurthët ja ngrenë vetëm vetvetes e nuk e ndjejnë. Pra janë ajetet e 122-123 të surës Enam. Për ta bërë më të kuptueshme temën tonë, së pari do të ndalemi te shkaku i zbritjes së ajetit të parë që thuhet se është për Ebu Xhelin, i cili ka qenë një ndër armiqtë më të egër të Islamit dhe të dërguarit të Allahut profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Një ditë ai e lëndoi shumë rënd të dërguarin e Allahut. Aty ndodhej Hamzai, xhaxhai i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Ky burr trim nuk e kishte pranuar ende Islamin, madje ishte i lëkundur. Atë ditë doli si zakonisht në shkret të tjerë për gjuhë e tij. Kur u kthye, dëgjoi se çfarë kishte ndodhur ndërmjet Ebu Xhelit dhe djalit të vëllait të tij, pra profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. U mërzit jashtëmase dhe shkoi te Ebu Xheli. E goditi edhe pse Ebu Xheli kishte një pozitë më të lartë se Hamzai, por ai nuk ju kundërpërgjigj sepse e njinte shumë mirë trimërinë e Hamzait. Hamzai u kthye tek i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe e shpalli pranimin e Islamit. Që atë ditë u bë ushtar i ushtrisë së Islamit dhe e mbrojti atë derisa la dëshmorë në të duart e të dërguarit të Allahut profetit Muhammed. Ky ajet ka zbritur për këtë ndodhi që sqaron pranimin e Islamit nga ana e Hamzait dhe këmbguljen e Ebu Xhelit në mosbesim. Ndërsa në disa transmetime të tjera lexojmë se ky ajet ka zbritur për Ammar ibn Yasir, që pranoi Islamin dhe këmbguljen e Ebu Xhelit në mosbesim. Cilido që të jetë shkaku i zbritjes së këtij ajeti, ashtu sikurse ajetet e tjera, nuk është i posaçëm vetëm për ndodhinë e zbritjes së tij, por ajetet kanë kuptim të gjerë që vlen për çdo besimtar të sinqert dhe për çdo kundërshtar kokfort. Pas shkakut të zbritjes së ajeteve do të kalojmë tashmë te komentimi i këtyre ajeteve. Në shumë ajete në Kuranin Kerim tregohet se mohuesit kokfort nuk mjafton vetëm me humbjen e tyre, por përpiqen të humbasin edhe të tjerët. Këtu në këta ajete trupëzohet pozicionimi i besimtarëve të sinqert dhe pozicionimi i mohuesve kryeneq i këtyre dy grupeve nëpërmjet prurjes së shembullit të qartë. Ajeti i parë tregon se një grup njerëzish më parë kanë qenë të humbur me pas ndryshuan, duke përqafuar Islamin. Në këtë drejtim ata janë të ngjashëm me të vdekurit, të cilit i ringjalli Allahu me dëshirën e tij. Dhe ajeti i parë i këtyre ajeteve thot: A barazoti i vdekuri që ne e ngjallëm dhe i dham dritë, me të cilën ecin midis njerëzve, me atë që është në errësirë nuk mund të dalë prej saj. Kurani i Kerim i përdor shpesh fjalët jetë dhe vdekje, me kuptim figurativ
duke simbolizuar me to besimin dhe mosbesimin. Kjo tregon se besimi nuk është thjesht bindje e thatë apo ritual, por është si shpirti që futet në qenit e vdekura jo besimtare, e ndikon në të gjitha çështjet e tyre. Syve u jep shikimin, veshëve aftësinë e dëgjimit, gjuhës forcën e elokuencës e gjymtyreve që ndres për kryen aktiviteteve dobiprurëse. Besimi ndryshon individet dhe ky ndryshim përfshin të gjitha aspektet e jetës. Ndikimet e këtij ndryshimi shihen jo vetëm në lëvizje, por edhe në qetësi. Nga fraza e ajetit ne e ngjallëm, përftohet se njeriu, edhe nëse krijon të arrijë besimin, pra kërkon të arrijë besimin, nuk e plotëson atë veç se me udhëzim nga Allahu i madhëruar. Më pas ajeti vazhdon duke thënë: "Dhe i dham dritë me të cilën ecën midis njerëzve." Edhe pse ka mendime të ndryshme rreth komentimit të fjalës nur që do të thotë dritë, por me sa duket synimi këtu nuk është vetëm Kurani dhe mësimet e fesë, por më shumë se kaq, sepse besimi tek Allahu i madhëruar i jep njeriu një perceptim të ri, i jep një vizion të qartë, ja zgjeron atij horizontin në mënyrë që të kapërcej kufijtë e jetës së tij materiale, muret e botës së ngushtë materiale, drejt një bote më të kënaqshme e më të gjerë. Meqense besimi mjafton njeriu të ndërtojë vetveten, ai largon nga sy të tij perdet e egoizmit, të fanatizmit, të arrogancës së të epsheve dhe i shfaq atij të vërteta që s'ka qenë i aftë t'i shohë më parë. Me të vërtet në ndritën e këtij besimi, njeriu mund të dallojë ecurinë e tij të jetës në mesin e njerëzve, të përmirësojë veten e tij e ta mbrojë atë nga rreziqet makute e të babëzitura dhe nga idetë e kufizuara materiale të tjerëve, duke qëndruar përballë epsheve të tij dhe duke mbajtur në kontroll kapriçot e tyre. Ajo që ne lexojmë në hadithet islame se besimtari i shikon me dritën apo me nurin e Allahut, tregon për këtë të vërtetë. Thjesht përshkrimi nuk ka mundësi të sqarojë të veçantat e këtij vizioni të besimit, të dhuruar nga Allahu i Gjithfuqishëm. Madje, është domosdoshme që njeriu ta shijojë shijen e besimit, në mënyrë që të perceptojë thelbin e kësaj thënie dhe ta ndjejë atë. Më pas, ajeti bën një krahasim ndërmjet njeriu të gjallë aktiv me një njeri pa besime kundërshtar dhe thotë: "Me atë që është në errësirë e nuk mund të dalë prej saj." Pra, kur nuk mund të barazot ai që ecën në dritë me atë që është në errësirë. Vëmre këtu se ajeti nuk thotë si ai në errësirë, por si ai i tillë në errësirë. Disa thonë se qëllimi i përdorimit të kësaj fraze është për të treguar se këta individ janë zhytur aq thellë në errësira e fatkeqësi, sa që i ka bërë shembull që t'i njohim ata dhe të kuptojnë. Ky mund të jetë tregues për një kuptim edhe më të hollë, që është se nga ekzistenca e këtyre individëve nuk ka mbetur asgjë përveç fantazmës apo statujës. Ato kanë qenë të zbrazët nga shpirti dhe mendjet jashtë funksionit të tyre. Du të themi se fjala nur, pra dritë, me të cilën udhëzohen besimtarët, është në numrin 1-jës, ndërsa fjala dhulumat që do të thotë errësirat, në të cilën jetojnë mohuesit, është në numrin shumës. Arsyeja e përdorimit në këto numra është se besimi është një e vërtet e vetme, si simbolizon njëshin dhe njësimin, ndërsa mohimi dhe mosbesimi fton në përçarje e në ndarje. Ajeti mbyllet duke na treguar finalizimin e këtyre fatkeqeve dhe thotë: "Kësiso jo besimtarve u duken të bukura veprat që bëjnë." Kemi thënë më lart se veçoria e përsëritjes së një vepre të keqe është se keqja e saj zbehet në sytë e vepruesit derisa bëhet e bukur e shndrohet si zinxhiri që tërheq atë dhe ndalon atë të dalë nga gracka. Thjesht, nëse do të vëmë re gjendjen e kriminalëve, do të zbulojmë me lehtësi këtë realitet. Heroi i këtyre dukurive negative ishte Abu Jehli, një nga politeistët më të mëdhenj Kurejsh. Ajeti e pasardhës tregon gjendjen e këtyre liderëve të humbur, komandantëve mohuese shkatrimtar dhe thotë: "Kështu ne kemi bërë në çdo qytet që keqbërësit më të mëdhenj të ngrejnë kurthe." E kemi thënë edhe më parë se shkaku i atribimit të këtyre veprave tek Allahu i madhëruar është qenë njëjti, pra shkaku i shkaqeve dhe burimi të gjitha mundësive dhe fuqive. Njeriu i përdor ato mundësi që i ka dhuruar Zoti i madhëruar
në kryerjen e veprës së keqe apo të veprës së mirë. Dhe fraza e ajetit të ngren kurthe tregon fundin e veprave të tyre dhe nuk nënkuptojnë qëllimin e krijimit të tyre. Pra, është fundi i kundërshtimit të tyre dhe mëkatet e shumta të tyre u bën pengesë që ata të ecin në rrugën e drejtë dhe u bën shkaktarë të largimit të njerëzve nga rruga e vërtetë. Kuptimi origjinal i fjalës mekrun është dinakëri, intrig, me pas është përdorur për çdo vepër të devijuar e shoqëruar me fshehje. Në mbyllje ajeti thot: mirë po, kurthet ja ngren veten vetvetes e nuk e ndjejnë atë. A ka mashtrim e tradhtime të madhe për ata që përdorin gjithë kapitalin e tyre, duke përfshirë idetë, shpikjet, mundin, kohën, pasurinë, për një marrëveshje që nuk i sjell asnjë fitim? Përkundrazi, gjithë kjo peshë rëndon kurrizin e tyre me barrën e mëkateve e gabimeve të rënda. Ajo që kuptohet nga ky ajet është se katastrofat dhe mjerimi që godasin shoqëritë vijnë nga lideret e tyre sepse strehon tek intriga, djallëzia e hilja për ndryshimin e shenjave të rrugës së Allahut, duke fshehur fytyrën e vërtet nga njerëzit. Allahu na ruaj nga njerëzit intrigant dhe nga intrigat e tyre. Amin. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo është tema që kishim përgatitur për ditën e sotme. Lutë Allahun madhor të na bëjë nga ata besimtarë me vizion të qartë dhe inshallah të jemi prej atyre që punojnë punë dhe vepra të mira dhe të ruhemi nga intrigat, sepse çdo intrig kthehet tek vetja jon. Kjo qofte larg nesh pasi me këtë gjithkush humb, siç u përmenden edhe ajetet për Abu Xhelin, që është nga më të humburit dhe Hamza është një nga dëshmorët që Allah i Madhuar ka graduar me xhennet. Allah na bëf prej xhennetinëve dhe ju përshëndes në përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.